Miq, në fillim të kësaj jave do të flasim me avokatin Zaçi Islami, mikun e emisionit ton, do të analizojmë ngjarjet që pritet ndodhin, sigurisht dhe ato që kanë ndodhur në fundjavë, deklaratat, reagimet, marrëveshjet, faktet, ato që janë firmosur dhe ato që janë përgatiten. Avokat, përshëndes dhe falenderoj shumë. Edhe unë falenderoj për ftesën. Faleminderit ju, avokat, për kohën edhe mendimet që do ndani me publikun ton. Avokat, Shqipëria e vogël, por është e madhe. Kam detyrim të jashtëzakonshëm përballë publikut, sepse e shikoj që po në përkëmbet, po tallet, po skelet dhe të asociuarit politikanë janë akoma më të ndyrë dhe më të poshtë se sa kreu i tyre, krerët e tyre, kështu që e kam për detyrë që të flasim bashkë, të hapim syt aq sa mundemi, aq sa duan na dëgjojnë. Patjetër. Avokat, do ta nisim sepse ju e niset me kritika, po ne tani jemi territori i vogël, po në zemrën sipas kryeministit e kemi të madhe, jemi shtëpi për gjithë, kush ka hall e probleme, dyert i ka hapur tek ne. Sipas kujt the? Kryeministrit. Po çka që na e prish emisionin që në fillim pa filluar fare? Avokat, po janë 83 mandate avokat tani, ata nuk bëhen dot si t'ja bëjmë? Se si janë ato mandatet e di mirë dhe ti dhe gjithë bota. Dhe kjo është fatkeqësia e shqiptarëve, se nuk ndihen, e pranojnë shkopin me kurriz me kënaqësi bile e kërkojnë. Berisha ju e pat të njëjtën avokat, vajti firmosi rezolutën për Bashkimin Evropian, Shqipëria është në rregull. Po kush e pyet Berishën, mo Berisha s'ka lingordur, akoma shkoni te Berisha ju. Po kush e pyet Berishën, mo burrat e veut? Po një burr që nuk lejon të bëhet, një kryetar partie që nuk lejon të bëhen zgjedhje të rregullta, të bëhen këtë kandidat të tjerë, po i godit të rupret këmbë ca i zhduk, ca i vret, ca i pret, ca i shtonë në për Napoli e gjithandej kundërshtarët e tij politik. Kush e pyet Berishën? Avokat, po ai ndoshta e ka më mirë kështu se sa të bëhet hipokrit që të lejoj garën. Ai di që Berisha do fitojë. Ç'merret kot? Jo atë që do fitoj, nuk do fitoj Berisha, do fitoj marrëveshja e vitit 2008 e 21 prillit. Nuk fiton Berisha. Kanë bërë marrëveshje komuniste shqiptarë që të mos dorëzojnë pushtetin dhe Berisha asaj i qëndron, asaj shërben, asaj politike dhe asaj partie i shërben vazhdimisht që kur ka martesën e partisë punës deri më sot. Dhe anti-shqiptari më i madh sot për tot. I lumt, i shkon gomari nur, vazhdoi. Megjithatë, kjo avokat mund ta ketë një gjë të mirë sepse nëse pritet që të diskutohet prap raporti për IBAR-in, Bashkimin Evropian. E kam fjalën për 9 vende që ishin shfaqur skeptike, mes tyre Greqia, Polonia, në mos gaboj Gjermania etj. Tani, fakti që këta janë bërë bashkë me dokument, me rezolutë të Rama me Berishën, mund ta hapi çik derën andaj. Po çfarë dere do hapi? Monetare se sinqerisht dhe ju për e hani sa punit për djathë. Çfarë preti nga ky raporti, të lutem? Po që të miratohet, të vazhdoj procesi, të mbyllen kapitujt, të hyjmë në Europë. E disa do zgjasë kjo. Kur të plaket dhe libri ke Berishës, deri atëherë. Domethënë, ju thua avokat që unë dhe ju nuk kemi shpresë. Absolutisht jo. Isa Borxhliu kreditorit. Isa kreditori mirë parat i tha. Sa të rosh të mi kërkosh i tha sa të jem të t'i kem. Domethënë, s'ka gjë dritë në fund tunelit tu. Harroje, nuk ka dritë në fund tunelit, harroje të them. Nuk sepse Evropa po shkatërrohet për vete. Po shpërbëhet Bashkimi Evropian. Kush ka thënë ballë tash dikoj, po e shikon, po shpërbëhet. Përja ju thoni që po shpërbëhet avokat, po se çka dalë një ligj që ka ngjallur ca shqetësime dhe reagime për konsultim publik për të huaj që mund blejnë shtëpi këtu, mund blejnë tokë, të shtëpi po mund blejnë dhe truall tokë. Kush ua ka lënë? Baba apo mama ua ka lënë komunistëve shqiptarë të se fitrojë shqiptarë? Kush ua ka lënë? Po, ne jemi qytetarë europian tani, avokat lirë, si shkojnë shqiptarët deri në Greqi, në Itali, në Amerikë, ashtu dhe ata këtu. Shko blej tokë në Greqi, t'i japin? Nuk t'japin, e? Shko blej, shko në Itali blej tokë. Shko në Serbi blej tokë.
Shkon në Maqedoninë e Krimur, blej tokë. Kush qet tokë, more? Për jashtë tokë këti sharlatani, këti hebreu që ka uzurpuar bashkë me ata 82 zabërhante të tjerë që kanë në atë klikën e ti që duan të shetin Shqipëri. Kush qet tokë? Që bëni më kështu? Që janë këto më të pëmbët? Së qëre deklaron këj ka pa pikë përgjegjësie këj palasho kryeministë dhe thotë Shqipëria shtëpia e hebrejve. E kujtë është e Rama? Ku sa ka lënë? Ai, Krisaqi apo Neta? Ku sa ka lënë Shqipëri dy ta shezë të apë atyre të tuas ja shtëpia e hebrejve? Kujtë hebrej? S'pun kanë hebrejt këtu more pa qëzi. Turp të kesh more i pacit. Po turp të kenë ata që mbajnë ty në krye. Janë ata më palacos se ti, janë ata më të pandeshëm se ti, janë ata më lumë se sa ti. Dhe ju toni që në Shqipërinë, po s'kanë të ku shqiptarët akoma. Unë zotëri, unë përgjidje të gjithë emigrantëve shqiptarë nga to që janë, të vinë se po shitet Shqipëria, apo e shetet Rama, të vinë të bëjnë atë që bënë rumunët, emigrantët rumunë, të vinë të arrëzojnë këtë klikë anti-shqiptare, antikombëtare, që po shetë dhe gurët. Por, avokat, ju thatë që nuk mund quhet shtëpia e hebrejve, por në fakt ne kemi shpëtuar ata gjatë luftës së dytë botërore, avokat. Kështu që shtëpia e tyre është, ne kemi hapur dyert. Zotri, pse bën një lloj ti mikpritje me pushtimin, se të mbar vesh ty. Ç'është koncept kështu. Ne ata ishin keq, ne u dham dorë, ne shpëtuam, nuk ja dorëzuam gjermanëve, që pas kemi bërë gabim që s'u dham gjermanëve. Pas kemi bërë gafë të madhe shumë. Po me gjitha të ne bëm atë tonë, ne bëm atë të qenë shqiptarë, të qenë njerëz të ndeshëm dhe që vlerësojnë tjetrin kur ka hall. Tani ata dalin dhe thonë, kanë dëgjoj zotëri, ata po marrin të gjithë zonën bregdetare, vinë bregdetare nga Durrësi deri në Ksamil. Po kanë marrë dhe kanë thurur pisporën e Vlorës. Pra, ju thoni që nga Durrësi në Ksamil do vendosen izraelitët? Po blejnë tokë, kanë blerë pisporën, kanë blerë tokat të tjera që ose dua t'i blejnë, nuk e di është konkluduar apo jo, por unë i bëjthin e gjykatës kushtetuese të ndaloj me njëherë këtë krim kombëtar. Ju drejtojmë gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, keni kujdes ju, dhe mos lejoni shitjen e trojave shqiptare se do përgjigjeni me kokë, bajni më se të thash. Avokat, po, më lejoni të ngulmoj edhe një herë tek ajo që thash, shiko, edhe shqiptarët kanë ikur në gjithë botën, atje ku kanë vajtur janë sistemuar me familje, me biznese, me shtëpi, me katani, me thet thash. Nuk e kupton se ç'thua apo po më provokon mua. Jo, për të provokuar jo, avokat. Sigurisht. Atë prano faktin që nuk e kupton se çfarë po thua. Sepse edhe këtu, për shembull, po të marrim një aspekt, avokat. Çfarë problemi ka, po sikur të vinë të investojnë ose të marrin një pronë për 99 vite? Zotëri, për 99 vite ai bëhet shtethas këtu dhe ti merr të keqe dhe ai ashtu ngulën serbët në territorin e Dardanisë që sot ja ku i ke. Ashtu kanë ardhur fillimisht. Dhe kjo është çik që u futet brezave që do vinë mbas shpine. Nuk duhet, nuk thot njerit mos marrin apartamente me qira, po mos marrin, pa tjetër. Po jo tokë, jo truall. As 1 centimetër katror truall. Të ndajmë shitjen e trullit me marrjen e shtëpisë me qira. Kush i ndaloi? Shqipëria u bë bordell tani, hyn e del kushdo. Ne shikojmë, ja, hajde këtu në qendrën e Sallvaret, të shikoni se çfarë rrëmbytje më fal shprehen vin, 6 turistë. Ata janë që s'ka ku të ndërçeni. Megjithatë dhe të vinë, por që futi ta blen tokën dhe sa kthen më. Po, ne si kemi pas marrëdhëniet e mira me ata avokat. Na kanë ndihmuar për këto sulme tani sipas qeverisë, nga ana kibernetike, na kanë ndihmuar. Ku të kanë ndihmuar më çfarë fleti? Me teknologjinë thot qeveria na kanë ndihmuar, pasi na sulmoi Irani, na ndihmoi Izraeli. Ku të ka sulmuar Irani ty? Si ky palaçollok që përdor dhe ti? Ku të ka sulmuar Irani? Çfarë ndoi? Thash, sipas asaj që thot qeveria, avokat. Por tani apo si gazetar apo ti do të thënë si qeverisë. Jo. Por qërnohu. Avokat, qeveria ka thënë që sulmet kanë ardhur nga Irani, nga hakerat.
Gënjen, dhe këtë e bëri me urdhër të Ciputit që ka në zyre Edi Rama, të hebreut, sepse po përgatitej sulmi ndaj Iranit, sulmi fashist që bëri Trumpi me Netanyahu. Është sulm fashist ai, sulm nazist agresiv, është i pash justifikuar. Pra mos i hani ato mos hani sapuni për djathtë, ti e gazetar, ti nuk je njeri që s'merr vesh nga bota. Zotëri, nuk ka bërë asnjë të keqe Irani tyja, absolutisht asnjë të keqe. Përkundrazi, ti ju ke bërë të keqe atyre, se strehove si spion të Izraelit që të kanë ardhur aty që janë vendosur në Mans, edhe komandojnë ata bashkë me këtë hebreun që ka Edi Rama në zyrë. Jo, zotëri, jo, nuk është ashtu e vërteta. Mos e gënjeni populli, je media ti, ju të medias të paktën personalisht mos përdorni ju fjalët që përdor ky sharlatan, ky tradhtar, ky armik i betuar. Ç'pun kanë ne për hebrejt në Shqipëri, mor zotëri, pse duhet vinë aty? Pse duhet vinë aty, mor s'pun kanë? E kuptoni cili është plani? Plani i vitit 1923. Që Shqipëria të jepte që nga këtë zonën e Lushnjës, Divjakës deri në Vlorë. Tani ata po e marrin vaje Rama, u fal Rama, hajde ju thot futuni ju, çini ju. Po kujt e ke more Edi Rama? Te kristaqit e ke Shqipërinë ti? Po ju more të pa fytyrë që e votoni, po ju more të pa ndere, të pa cipkini atë në parlament. Faqen e zdrës, mallkuar qofshin në breza, për këtë që po i bëni vendit. Por do përgjigjeni, mbajeni mend se çu them, na varri do ngrihemi do t'ju zhdukim. Afukat, megjithatë, ato janë akoma në kuadrin e fjalëve se ne nuk është se kemi parë një gjë plan konkret që erdhën ata u vendosën au meratua ligje. Ashtu i hes fjalët gjithnjëri. I hes fjalët kështu edhe bën sikur harrohet edhe nga ana tjetër e bën ligj dhe gjën ligj të miratuar ti. Prandaj ju drejtova gjykatës kushtetuese. Zotërinjtë e gjykatës kushtetuese. Qëndrojnë besnika Dheusi që qëndruat në 2009. As një metër tokë të huajve, tokë as një metër, as një centim. Po shtëpi kush duan dhe të marrë se u bë këtu, ashtu vresht pagardu bë këtu, hyrën e del kush do, deri e dosa. Po jo tokën zotëri, se tokën na e kanë lënë të parë ta mbajmë, jo ta shesi, se për shitur e kishim shitur kur doje. Kush është ai që nuk ka blen tokën në Shqipëri? Cili është ai që nuk e blen? Miliarder, hebre amerikan ose hebre rus, ose hebre hungares, të gjithë vinë e blej. Po jo zotëri, e veri bëri krimet e dynjas, por të paktën truallin nuk e shiti. Këto që të qesë truallin, jo zotëri Edi Rama, nuk e ke as të netës, as të kristaqit. Edi Rama, po të them prap, nuk e ke as të netës, as të kristaqit, ki kujdes me trojet, ki kujdes me truallin, ki kujdes me shitjet dhe me faljet që u bën armikëve të betuar të njerëzimit. Neofashistëve dhe genocidistëve izraelit. Avokat, ne nuk kemi folur ndonjëherë, po nuk e kemi diskutuar këtë mendimin që ju keni që jeni pro Iranit. Nuk e dija këtë. Mësoje që Irani nuk i ka bërë askujt asnjë gjë të keqe. S'ka sulmuar njeri. Ata që kanë ndërhyrë, edhe që kanë 50 vjet, 60 vjet, po ndërhyrë në Iran dhe gjithë vendet arabe dhe që i kanë shkatëruar janë çeputut. Dhe këtë e pam jashtëzakonisht mirë në rrypin e Gazës. E shikojmë se cilët janë çeputut. I pam atje, i shikojmë me luftën që bëjnë kundër Libanit e tjerë. Zotëri, Izraeli është një shtet i krijuar në arrotçilli, si të deklaroi vetë ai personalisht para pak kohësh. Nuk është shtet, s'ka punë atje. Dhe nëse doan dhe unë e ti, Izraeli e di ku e ka në Irakun e sotëm. Origjinën, ande e kanë. Merë shikoni, lexojeni Biblën, të shikoni nga e kanë origjinën ata. Dhe s'kan punë aty ku janë tani. Pra është një shtet artificial i krijuar dhe janë matosur deri në dhëmbë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga paratë e hebrejve amerikan dhe është shtet agresiv, nuk është shtet ai. Po, megjithatë avokat, ne për të qetësuar situatën në lindjen e mesme, në Gaza kemi çuar, po bëjmë gati të shkojmë me misionin ton pa që ruajtës atje. Po pse do vjen atje? Po për të ruajtur paqen. Nga Hamasi. Ashtu? Pse se do të paqen Amerika po të doj qefi? Po do vjen këta tanë ta bëjnë? Është bordi i paqes, ne jemi në bordin e paqes tani avokat, jemi në një anije tjetër tani.
Po mirë se Kosova i çoi. more dakord jam me ty. Ne jemi bërë të qafsha Mojsheg, jemi bërë për qanë me Llahinga thon Tiranësit. Shqipëria ka mbaruar, ka vdekur, po Jo, ne po mbrojmë të tjerë që mos mbarojnë, jo ne. E di dhe ti se sa i mbrojmë edhe unë e di dhe ne dim. Po, di këtë që të flasë qik më i qetë lidhur me vendosjen e hebrejve në Shqipëri. Të kenë kujdes ata që kanë karriket e parlamentit, karriket e deputetit të parlament, të kenë kujdes, po a them prap. Unë a them paqësisht, qetësisht, njerëzisht. Jam advetar shqiptar, e dua shumë vendin tim. Jam fukara, e din të tërë se kam apo s'kam prona edhe pse kështu pasuri edhe para edhe pse jam avokat, unë nuk kam sekser. Jam avokat dhe unë jam praktikisht jam i varfër. Dhe unë në fundit nuk kam qa mas, por që të më japësh truallin, tu e japësh hebrejve, e zotëri jo, këtu s'ka, tu kam bërë qequa biqak, ta dishti Edi Rama. Ka bërë qequa biqak, po ju them juve të 83-ve. Bajni mënd që u them sot. Mos u duket me shaka kjo. Ne jemi një gjendje të ngrëm njerëzit që të vinë me pështym të mbysin. Prandaj mos e kalon e vinë e kuqe. Ndaj drejtojmë gjykatës kushtetuese. Keni kujdes zonjë dhe zotëri të gjykatës kushtetuese. Po ju bishirje se di që me syush ka advetar që e me të vërtet advetar dhe që është advetar njëri nga ata që e rikot e fundit. Avokat, ju thatë që do shtrije tani izraelitët nga Durrësi në Ksamil. Po puna është këtu tani që po është e labëria andi, ku janë ata? Kishte labëri, tani s'ka më. I ke shikoj qa po më i vlorë. Për turp të tyre, shkojnë në Pishporo, kanë thurur 150 hektar tokë. 150 diçka e tillë hektar tokë. Pse ka thurur? Asnjë njeri nuk paraqitet, asnjë tabel nuk ka, asnjë njoftim nuk ka, thjesht është thurur. Pse ka thurur? Po megjithatë, vlonjatëve në aspektin politik, vlonjatëve u bëjnë paq fare. U bëjnë mirë, u luajnë fen, se vlonjatët e mbajnë këtë lubi që ka zënë karriket edhe ka zënë pushteti i Shqipëri. Vlonjatët janë ata. Po jo derisa të shitet trualli, jo, stop, aty stop. Avokat, tani unë s'po e kuptoj se në bisedën e parë ju ngritet shqetësimin e planeve greke. Tani shqetësimin e izraelitëve. Tani qa po bëhet? Rëzoj këto dy, dakor të rëzoj. Jo, nuk po e rëzoj, pa kam fjalën qa po bëhet me Shqipërinë kështu, se një pjesë andej, një pjesë andej. Unë atë po denoncoj. Tradhtin e madhe që po i bën ky që futi që drejton kryeministrin i qeverisë shqiptare, Edi Rama. Atë po denoncoj. Është tradhti, koha do më vërtetoj, si që më ka vërtetuar deri më sot. Dhe bashkë kemi gati 3 vjetë, po komunikojmë dhe po bëjmë intervista. Dhe çfarë ju kanë thënë kanë dalë. Tani edhe kjo do dalë që them unë, në qoftë se qytetarët nuk vrinë, por i bëjtësire gjykatës kushtetuese. Jeni vigilent, mbroni territorin e Republikës të Shqipërisë. Mbroni territorin, po u them juve gjyktarëve të gjykatës kushtetuese. Mbroni territorin, se po na e shet, po na e fal tek padronët e ti hebreu Edi Rama, se është hebre, ta dini dhe dalë të jo. Gjithsesi, avokat, lëvizja e lirë e popujve, kufit janë hapur, do shkojnë, do vinë tani. Edhe njerë, se nuk të lë të vesh më tutje. Mos ngatro lëvizjen e lirë me ngullimet. Ngullimi shtetër gjithë do të ri. Ke 1 milion shqiptarë në Greqi, s'kanë blerë 1 metër tokë truall, jo. As 1 metër. Shtim të omo lëvizje lirë, kushta mos lëvizje që kemi atë punë. Po jo të blej truallin, të ndajmë shapin nga sheqeri, s'ka punë truallit me apartamentin shko bano. Po jo truallin, ta bësh tokë të në di, se po e bleu është e ti ajo, dhe kur është e ti ti s'ke që i bën më, i mërë të keqen. E bërën me arma i, dhe është i justifikuar, se do të kam blerë. E kam blerë, thot, shtimja.
pra mos ngatro, mos e thuaj prapë se the 2 herë edhe kjo gjë nuk më erdhi mirë. Nuk duhet të përzihesh ngulimin në troje shqiptare me ardhin e këtyre turistëve, edhe të përkohshme që vinë, sa i vjen blen një shtëpi këtu edhe ikën. Por trollin. Kam dhe një që për këtë çështje kam dhe gjë të fundit. Para pak ditësh doli një studim avokat që ne e kishim gjakun e pastër nga epoka e bronzit, e gurit. Tani u kishim rezistuar gjitha dyndjeve, pushtimeve e tjera. Tani me këtë lëvizje që po bëhet, po vinë siç thatë ju nga Izraeli, po vinë arabët, nga Afrika, nga lindja e tjera. Ani po erdhen këtu, do martohen, do çiftohen, do kryqëzohen e tjera. Ku e shikoni Shqipërinë në 2050-ën? Ku e shikoni? Plani hebreu është pikërisht ai që të prishet gjaku shqiptar, të shpërbëhet, të mos ketë më komb shqiptar, etni shqiptare. Të ketë një konglomerat rasash e popujsh këtu, siç janë në Australi, në Zelandën e Re, në Amerikën e Veriut, se në Amerikën e Jugut janë më të pasur ata spanjollët, kudo që janë dhe portugezët. Por plani i tyre ky është që të shkatërrojnë kombin shqiptar. Është plan afatgjatë, plan i studiuar hollësisht nga hebrejt dhe plan që po e zbaton Hebreu Edi Rama ditë për ditë. Unë kam kohë që flas, por nuk duan të shqiptarët të dëgjojnë dhe janë përgjegjës të gjithë ata që nuk ngrihen tani dhe të denoncojnë këtë krim që po i bëhet kombit dhe të ardhmes shqiptare. Janë përgjegjës para historisë dhe para brezave që do vinë. Se brezat që do vinë nuk do jenë më shqiptarë. Do ka jenë emri shqiptarë, po do jenë bëzin, do jenë vertacuk, do jenë çfarë duash. Shqiptarë jo më. Dhe ajo origjina që thua ti ka qenë, po ta bësh atë analizë pas 30 vjetësh me këtë lëvizje dhe me këtë bum të huaj që vinë në Shqipëri, nuk do ketë më, nuk do ekzistojë më. Dhe unë kësaj i ruhem dhe kjo duat mos ndodhë. Po që e shoh që do ndodhë, sepse shqiptarët janë këmbres Shqipërie, u shpërbë nga muftaja komuniste, u prish gjaku, u prish ADN-ja, dhe komunistët janë gati të qetë dhe babën mjafton të marrën pronat e dikujt. Avokat, ne ti pyes edhe për 2 çështje që na prekin ne në trojet tona. Në Maqedoni zhvillohet një protestë atje e studentëve për gjuhën shqipe. Nuk po gjen qetësi Maqedonia, ndërkohë që qeveria thotë kemi mbyllur atë punë, deklaroi ministri i drejtësisë që nuk ka provim gjuhën shqipe. Tani sikur janë gjërat në rregull andaj. Jo, atje as kanë qenë ndonjëherë në rregull as janë. Po ishte tradhtia që u bëri Amerika dhe Shqipëria atyre luftëtarëve të UÇK-s në 2001 me marrëveshjen e Ohrit që u sfumuan gjërat dhe arritën deri këtu. Se na trajtuan amerikanët atje, na shitën, ta dini, ta dëgjojnë shqiptarët, pa dhe vikej, dhe të nëtorë mua janë amerikanë, ase qaj kokë fare, unë jam pro shqiptarët bëtë gjitha, pasaj që në Amerike më të thash, kanë interesa, po miqësi s'kemi me ta, miqësi nuk ka vetëm interesa, do shkojmë interesa tona, dhe interesi jonë kombëtarët, shqiptarët, atje ku janë të jenë shqiptarët, të mos jenë as Shule, Makedonas, as Arigji, as Pomak, as drejt vetë birë. Ti je shqiptar. Dhe lufta që bëjnë ata, përpjekjen që bëjnë ata, dhe kërkes ajo, protesta që bëjnë ata, është tërësisht e ligjshme dhe unë jam plotësisht me ta dhe ata duhet të fitojnë. Pa, do fitojnë se ne jemi me ata, po çfarë bëjmë për të fituar? Do të rinë, po ne ky palashtet, ky fllëqësil shtet që Shqipëri ka pranuar gjuhën greke që ta përdorin në gjuhën në 30.000 ashtu grek, shqiptar të greqizuar në fakt, dhe nuk u lejohet 500.000 shqiptarëve në Maqedoni, jeni mirë ju asnjë gjë. Jo, na bëhet luftë nga kisha, nga greku, nga kisha e ortodokse, bëhet luftë e jashtëzakonshme kundër gjuhës shqipe dhe kundër muslimanëve shqiptarë. Kjo është arsyeja që nuk i lejojnë ata. Sepse Dindemir ai qeni vjetër Kozma e Tollosi që nuk lejon të flitë shqip dhe u mësonte greqishten qytetarëve të Himarës, të mbregut. U thoshe që është gjuhë e mallkuar, sepse gjuha është çelësi i trashëgimisë të çdo populli. Dhe atë godasin gjuhën.
Avokat, po, në Kosovë çfarë po bëhet? Se atje duket sikur po presin katërshën e madhe, thashin të kthehet nga Haga për të rrëzuar Albinin. Nuk do kthehet katërshja. Nuk do kthehet. Dhe Altini ata s'kan që bëjnë se Altini është me këmbë në tokë. Nëse ka llogari për të dhënë Altinit dhe t'ia kërkojnë ata që akuzojnë që tonë ke bërë 1, 2, 3, 4, të më mbushin mend edhe mua, sepse ditë që po bëhet Do aty. të bëj një pyetje që ndoshta mund mbushet mendja avokat. Po, Më thuaj një vend që ka fituar një parti politike 51% të zgjedhjeve dhe çon vendin zgjedhjet prapë. tani patjetër që do ta çojë vendin e zgjedhjes, se s'mund të ndaj derisa populli i ka dhe besën dhe votën, se atje votat janë të drejta, nuk janë si Shqipëri dividen. Pra, e ka fituar me votë. Në këto zgjedhje do marr 70%, unë do ta krijoj prapë zgjedhje, marr 90%. Është e drejtë e tij ta zgjedhë ai presidentin në zotëri, është e drejtë e tij. Po si mund t'i Se ai do t'ia kanë populli. një parti gjitha pushtetet avokat? Ibrahim Rugova e fitoi me 60-70%, edhe jalla kryeministrin Ramushi. Jalla. Dha pushtet për të bërë shtet. E megjithatë, ai është advokat shqiptar, ai Albin Kurti. Nuk po e vendosim diskutim këtë. Po flasim përse kjo Ajo është themeli, aty është themeli. Dhe këta që duan të marrin pushtetin këta tëra gjenë Beogradit. Edhe ajo 4 që shërben Beogradit dhe Tiranës. Tiranës që ishte Open Balkan, Tiranës që shiti dhe traktoi interesat e Kosovës gjithandej, është i kësaj Tirane. Avokat, Jo zotëri, unë jam me Albin Kurti. atyre në Hag mbushën dosjen ata në Serbi, avokatan. Kush u mbushin dosjen? Po Serbia mbushi. Edhe ky raport i fundit britanik tani që bën sa ekspert tani, doli në përfundimin që kanë marrë dokumenta prokuroria nga institucionet zyrtare serbe. Tani mbushet një dosje me nuk është se Tani me sa di unë, me çka dëgjuar, nuk e di se jam atje. LDK-ja i ka akuzuar se kanë vrarë pjesëtarët e LDK-s mbasi mbaroi lufta, jo kështu s'ka mos u habit. Mbasi mbaroi lufta ata kanë bërë vrasje dhe pra ato dënohen në Hag. po, ajo që sot është në krye të listës të LDK-s, dolin protestë për kërkuar lirimin e atyre që janë Hag, apo jo avokat? Gabohem ku? Nuk e di kush është atje në krye të LDK-s, po pak rëndësi ka kush është. Kjo Osmani. Doli këtë Baqjane vjosa tani. Po. Vjosa të vetë qikoj originën, se ka të bëja dënën, se duke se nuk është qiptare. Nga është? Sa shkaq, bëja dënën. Se kisha dëgjuar ndonjëherë këtë avokat. Dëgjoj nga unë, se e pas nga afër kur e dha nga afër kamera, e pas fytyrën e saj dhe po them bëj ADN. Më le pa fjalë këtu avokat, se si e dallove. Pa dashur. Pra, Shkon në Kosovë, thuaj unë. Shkon në Kosovë, thuaj unë, cila është origjinë e saj, do thonë s'ma gjype. Shko. nuk e lëm avokat, se nuk e besoj. Gjithsesi. Unë e besoj sepse u ngrit Po gjithsesi. për të mbështetur ata që kanë bërë krime kundër qytetarëve shqiptar të Kosovës. Po, ata avokat pjesa dërmuese në Kosovë dhe në treva tona bien dakord që duhet lirohen, sepse shiko avokat. Ju jeni avokat, të them dhe diçka për këtë, pavarësisht se unë s'është po mbaj asan dhe s'kam asgjë në dorë, po si ka mundësi avokat, si ka mundësi që të gjykata, prokuroria të kërkojë nga 45 vite për secilin, sikur ata të kenë qenë në tjetrin vend, kanë bërë tjetrin gjë në tjetrin moment. Mund të jetë fajtor. Atë se si ka mundësi zotëri të shkojnë kush ka pretendime të shkojnë ta kërkojnë gjykatat në Hag. Ta kërkojnë atje, jo mua edhe ty këtu. Se ligjet që kanë ata dhe ligjet që ka Bashkimi Evropian për këto raste i kanë ata në dorë, si kemi neve. Unë nuk mund të flas për një çështje që nuk kam letrat në dorë dhe nuk di fare se për çfarë akuzohen dhe si akuzohen. Këtë se di. Pra, për këtë të përgjigjen ata. Unë di këtë tjetrën, që ata kanë vrarë shqiptarë mbasi mbaroi lufta. Këtë e di. E di se kam qenë në Kosovë
kam miq në Kosovë dhe ma thonë troç, kanë vrarë sa kanë dashur. Kush nga ata? Kundërshtar politik. Kush nga ata, se s'besoj se të gjithë. I pari Thaçi, dhe kryesori Thaçi, i cili s'ka qenë në luftë, dhe ka deklaruar vetë që s'ka qenë në luftë. Se nga doli kryetari, komandanti UÇK që e i luftës dhe u bë kryeministrëve, se u katapultua këteja, edhe nga... Po derisa s'ka qenë luftë, atëherë ju kjo akuzë shkop. Ku ai si ishte në front? Po ka dhënë urdhër. Jo, zotri ka dhënë urdhër se nuk vret me dorë politikani, vret me dorë të tia. Ka veglat që vret. Avokat, dëgjoj, ka pas një incident të javë andaj në Skënderaj. Besoj e keni parë ju atë. Jo, nuk e kam parë. Po Sami Lushtaku, po, kryetari i komunës Skënderaj, është akuzuar nga zëvendësministri i Kurtit, i cili është kryetar i lëvizjes vendosje në Skënderaj, se ka goditur, e ka rrahur, përfundoi në spital ai. Lushtaku e mohon, por thotë që ishin persona rreth tij që nuk duruan dot më sepse ju drejtuan Sami Serbia, ndërkohë që ai general i luftës. Ani në rrjet kanë shpërthyer edhe deri tek ndarjet krahinore që duan ta ndajnë Drenicën. Me këto që po bëhen gjithë të lëvizje, pse arritëm deri këtu avokat në këtë është në vazhdim. Është në vazhdim të tradhtisë së Vjosa Osmanit për të prishur, për të shkatëruar Kosovën dhe për të hyrë Serbia lehtësisht. Këtë kupton me një budalla dhe një fëmijë që është dorë e Serbisë. Ndashte Sami Lushtaku, ndashte Lushmak për çdo gjë tjetër. Jo zotërisht dora serbe aty. As diskuton fare. Dhe është logjike që një shtet që ka pasur 100 vjet pushtetin në Kosovë, pa tjetër që ka falangat edhe kryshte vetë atjerë, gjatë pritje vetë, nuk diskutojt fare. Po unë i bëthiri e qytetarëve të Kosovës, shtetit Kosovës, shërbimi sekret Kosovës, të hapi sytë. Se Albin Kurtit nuk e duan, për arsye sepse e hoqi spionen e shërbimit sekret, që kështë e kryetari shërbimit sekret, dhe e emroj e Tirama këtu, krye spionen e Serbisë, e emroj e kemi ne kryetari shërbimit sekret. E dini se që po bët apo jo? Serbia ka qeverin dhe parlamentin shqiptar nën komandë absolute, tani kërkon të vërë dhe Albin Kurti nuk e bëndot dhe nuk do ta bëj dot. Dhe nuk do fitojnë ata. Do fitoj popullsën. E fundit avokat, në një situatë hipotetike për ta mbyllur bisedën, dhe më falenderoj shumë, në rast të një rikthimi të Kurtit, mendoni që mund ta rrezojë krahu i luftës Albin Kurtin? I kujt lufte? Po komandantët. Po komandantët, që janë komandantë që kanë luftuar për Kosovën nuk rrezojnë Albin Kurtin, po do shikojnë si ka vepruar komandanti tyre, jashtë luajtur komandant, që rritet në nivelin 30 të Verozës, tu në Tiranë. E di ku kanë ndërhyrë gjatë luftës apo se di jashtë Thaçi. Ai që nuk është shqiptar me origjinë, që ta dini, është serb me origjinë. E thonë për ditë shqiptarët e Kosovës. Më duket se jeni tendencioz ndaj Thaçit. Absolutisht jo. Flas me ato që thonë kosovarët, nuk flas unë. Merri shikojnë ndiqjet e rrjeteve sociale, çfarë thonë, ja bëjnë origjinën të saktë. Dhe do marrë informacione dhe do t'u them në emisionin e ardhshëm. Gjithsesi avokat, unë mendoj që për njeriu që shpalli pavarësinë e Kosovës, nuk mund t'i themi këtë. Kush e shpalli pavarësinë e Kosovës? Po Thaçi, ai lexoi deklaratën. Jo, zotri, jo. Thaçi bëri pa mundur që të mos shkonte në Rambuje. Thaçi, pavarësinë e Kosovës, zotri, e shpallën dhe u shpall nëpërmjet një leje që e çliruar Kosova në 2008 kur u shpall pavarësia. Që ndajnë gjëra. UÇK-ja. Komandantë. E çliruan avion të amerikanë, zotri, vërtet UÇK-ja ishte në terren. Ishte në terren UÇK-ja, por luftën dhe Serbin e dorëzoi dhe mundi aviacioni amerikano dhe i NATO-s. Që ndajmë gjërat. Siç thotë edhe vetë komandantët e UÇK-s, UÇK-ja në tokë, Amerika në ajër me bombardimet. Po mos kishin qenë ata në tokë, nuk do kishin bërë gjë. Po jo ashtu Thaçi. E ka qenë në krye tani. Komandanti. Jo, s'ka, ore zotri, nuk ka luftuar më po them, s'ka pasur asar me vete, se ka thënë vetë. Po ju e thatë që mundet mos jesh edhe në front, po drejtimi politik ka ishte. Pra,
dhe për drejtimin politik, bërtiste ullëriste e ndjera Madeleine Albright, kur po diskutoj për të vajtur në Rabuje, kishin 15 ditë që po nuk po e gjenin asnjë pace në ishte zhdukur. I kam video të shtëpi. Morë vesh. Avokat, kjo është një temë e gjerë dhe që ne do ta diskutojmë një herë tjetër me shumë kënaqësi, sepse po vim edhe afër vendimit. Edhe nuk e kemi prekur ndonjëherë herë e parë që po flisim, edhe kjo doli spontanisht nga situata politike atje. Kam qenë të ndërpres, kam qenë në Kosovë në datën 19 shtator të 2003, që erdhi vajti Bill Clinton në Prishtinë. E kam filmuar dhe fjalën e tij në sallën ku i dhan titullin honoris causa dhe doli jashtë mbasi mbaroi atë ceremoninë, ishte Rugova, ishin të tërë këta. Doli jashtë dhe erdhi në dha dorë të tërë gazetarëve që isha brenda në sallë, zotëria ime. Takuat Clintonin. Patjetër. I tha erdhi në dha dorë. Urdhë? I tha gjë. Po do të thosha unë ai kaloi si u dha dorën të tërë pranishmëve që ishin në rreshin e parë, e filloi nga Rugova, nga të tërë këta, dhe doli tek ishte ai Daci e të tjerë dhe ne te 5-6 gazetarë, 7 gazetarë sa ishin aty, dhe doli jashtë dhe tha kështu. Tani tha, ju gjeta të lirë. Radhës tjetër dua të vit ju gjithë të pavarur. E kam të regjistruar këtë fjalë. Dhe ashtu ndodhi vërtet. Pra nuk e shpalli Thaçi zotëri. Thaçi është një vegle bindur e Beogradit bashkë me Tiranën. Pik. Avokat, ju dini respektin që unë kam për ju, po këtu ne ndahemi tek ky koment i fundit. Është drejta jote, patjetër unë e pranoj me timin e kundërt. Jo zotëri, jam qytetar i liru edhe i drejtë. Jam dakord që nuk kemi dakord. Po, bjem dakord, këtu me këtë të fundit nuk bjem dakord. Po, edhe unë të themi, jam dakord me ty që të mos bjem dakord për këtë pikën e fundit. Më bukur se kaq, si të filloj. Historia do të vendos kujt do t'i jap të drejtë. Unë të falenderoj shumë, avokat. Gjithë të mirë, faleminderit. Ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë. Edhe për mua.